Pas debatit të bujshëm në emisionin Goca dhe Gra, aktoria e njohur Ema Andrea ka reaguar sërish në emisionin Goca dhe Gra, duke zgjedhur të mos e ushqej më tej polemikën. Unë dua t'ju falenderoj çdo që ka marrë kohën për mua. Më ka bërë të kuptoj se jam mirënjohëse për çdo që më ka dhuruar kohën në çfarëdo lloj forme dhe formati. Uroj që ta kem merituar kohën tuaj. Ky citim vjen vetëm pak dite pas situatës së diskutueshme në studion e emisionit, ku gjatë bisedës për seminarin motivues që Ermal Mamaçi do të zhvillojë këtë fundjavë, atmosfera u tensionua papritmas. Gjatë puntatës, Mamaçi prezantoi trajnimin e tij 2 ditor, duke shpjeguar se pjesëmarrësit, përfshirë disa personazhe VIP, do të marrin mjete dhe teknika për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe marrëdhënien me vetveten. Ai madje i u drejtua drejt për drejt aktores në studio, duke i thënë: "Do më dëgjosh 2 ditë dhe unë do të tregoj se çfarë mund të bësh më mirë me jetën tënde." Ema Andrea reagoi menjëherë, duke dhënë një përgjigje të prerë dhe të sinqertë. "Tani e kuptova pse je në këtë situatë, ku je i bindur se çdo gjë që thua do të shërbejë të gjithëve. Çfarë bëj në jetë e kam zgjedhur vetë dhe jam e suksesshme me këtë që kam zgjedhur. Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë." Deklarata e saj u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, duke nxitur komente të shumta dhe mbështetje nga publiku. Situatën e ndezi edhe më shumë një postim i aktores tjetër, Egla Ceno, i cili u interpretua nga ndjekësit si një aludim apo kunj ndaj Ema Andreas.